Para qeverisë. Kam krasim pra fitoren ton lemi të vendosur që i keni dhënë dhe hipni gjithnjë unazën e qytetit tuaj. Çdo projekt që kryetari i bashkë në këto 4 vite u shpreh ju një johën më të thellë për mbështetjen e madhe që i keni dhënë dhe hipni gjithnjë qeverisime. Shpreh kënaqësinë që sot inauguruam unazën e qytetit tuaj, por jam këtu për t'u angazhuar se do të financojmë çdo projekt që kryetari i bashkisë dhe këshilli bashkiak i juaj do të paraqes para qeverisë. Kam kënaqësinë t'u informoj se Ministria e Punëve Publike ka marrë porosi të prerë të ndërtoj hyrjen dhe daljen e qytetit të tuaj. Ministria e Kulturës dhe Sportit ka nda fondit dhe shpejt inaugurojnë fillimin e punimeve në stadium, sepse i japim fund një diskriminimi që u bëj ju nëpërmjet stadiumit. Tani, ju do keni dhe meritoni të keni një nga stadiumet më të mira të vendit. Zoti kryetar, qeveria është e vendosur të financoj në të gjitha shërbimet në qytetet e Kurbinit. Ju garantoj se do bëjmë çdo përpjekje për të përmirësuar gjithnjë më shumë jetën tuaj. Ne sot, unë po vi nga Patoku, inauguruam rrugën që rikthen një nga plazhet më të bukura të vendit për ju dhe mbar Shqipërinë. Pra, fitoren ton, ne mi të vendosur ta kthejmë atë në vepra konkrete për qytetarin e Kurbinit dhe qytetarin shqiptar. Ta kthejmë atë në rrugë moderne, ta kthejmë në shërbime moderne, ta kthejmë në ujësjelsa, në kanalizime, ta kthejmë në sisteme vaditje, ta kthejmë në shkollat më të mira për fëmijët tanë, në shërbim shtetësor modern, ta kthejmë në investime të mëdha për të krijuar në këto 4 vite 160.000 vende pune të reja. Në këto 4 vite, me fitoren 28 qershorit, unë ju garantoj ju se Shqipëria do shkëputet njëre për gjithmonë nga problemet e mëdha që trashëgoj, nga papametja saj që trashëgoj, dhe do të marrë tërësisht pamjen fytyrën europiane që meriton. Unë garantoj gjithë qytetarët e Kurbinit dhe të mbarë Shqipërisë se 28 qershori nuk kishte qytetar të humbur, se projektet tona janë të vlefshme për çdo qytetar shqiptar. 28 qershori kishte një humbës të madh. Humbi Edi Rama dhe në abstratinizmi i tij.
humbi. Ai ju parashtroi shqiptarëve doktrinën e mashtrimit. Shqiptarët e hodhën atë aty ku meritonte, në koshin e humbjes. Prap nuk nxjerr mshim. Jo, thot, më vazhdon mandati se nuk kam humbur. Gënje vetën tënde, zoti e ti, se prap do humbasish, dhe prap do humbasish. Do kalosh nga 28 qershori në 28 qershor, nga ballagati në ballagat. Absolutisht ja I pa shpresë dhe s'kam kundërshtar më komod se ty. Do të qëndrosh sa të dush. Ne do vazhdojmë me veprat tona, edhe njerë ju përshtes. Dhe ju garantoj se qeveria do financojë çdo projekt për këtë qytet dhe për ju qytetarët e mrekullueshëm të Kurbinit. Faleminderit. Përshëndetje.